Përshëndetje gjithëve dhe mirë se erdhët në adoleshencë. Sot do të flas jo vetëm si një prezantuese, por si një adoleshente që çdo ditë jeton mes emocioneve të ndryshme. Në një botë kur dhuna mes adoleshentëve po normalizohet çdo ditë më shumë, ne sot do t'ju japim zë atyre që heshtin. Dhe në asnjë mënyrë nuk do të harrojmë faktin që askush prej nesh nuk meriton dhunë. Në fillim do të bashkëbisedoj me një eksperte të fushës dhe më pas do të bashkëbisedoj me adoleshentët. Tani do të bashkëbisedoj me Marinela Alia, e cila është drejtoresh e Institutit të Miturve në Kavaj. Përshëndetje, mirë se erdhe dashur. Përshëndetje dashur, mirë se u gjeta. Tani, unë e prezantova dhe pak tema më parë në hyrjen time, e cila është dhuna mes adoleshentëve. Si mendon? Çfarë është dhuna për ty dhe pse po normalizohet kaq shumë mes adoleshentëve? Faleminderit juve. Janë tema të interesante, sidomos në ditët e sotme, duke vënë re dhe marrë shkas nga përhapja, goxha e madhe e këtij fenomenit. Dhuna është një fenomen i cili dëmton rënd, qoftë fizikisht, qoftë mendërisht, psikologjikisht, emocionalisht, çdo individ që e ushtron, por edhe ai që e subon. Kështu që jemi para disa situatave dhe fakteve, të cilët për hir të vërtetës po takojmë një brez, cili po qafon pak lehtësisht elementin e dhunës, sidomos po e normalizon këtë sjellje nëpërmjet dhunës, duke dashur të transmetojë idenë të fortit, idenë e liderit, idenë e udhëheqësit, idenë e të treguarit në grup që ne jemi të fortit dhe kështu. Edhe që ne superior. Edhe që ne superior, pikërisht. Kështu që është një fenomen për herë vërtetës që është në rritje. Shumë aktuale dhe rritje, po e vërtet. Cilat janë format më të shpeshta për ty të dhunës? Nëse unë do ta lidh me profesionin në të cilët unë pjesë punoj, patjetër që dhuna një disa dimensione të një shkallë shumë herë më të lartë, pasi unë trajtoj dhe punoj çdo ditë me të mitur, të cilët për shkak të dhunës janë edhe në konflikt me ligjin, dhe janë pikërisht këto sjellje që i bëjnë këta të mitur të kenë një dizavantazh në raport me veten, me shoqërinë dhe me ligjin. Pra, janë raste të një dhune që çon në plagosje, patjetër edhe në kryen e veprave penale, vrasje apo vrasje mbetur në tentativë, pra janë disa element goxha të rëndë të dhunës të manifestuar nga adoleshent. Si ndikon dhuna tek shëndeti emocional i të rinjve? Patjetër që ndikon. Do thoja rënd në momentin e parë, pasi më takon shpesh herë që të kem kontaktet e përditshme pothuajse me këtë djemë dhe manifeston një situatë të ngarkuar psikologjike dhe emocionale në momentin e post kryerjes së një dhune. Një dhune, po. Të tillë, duke qenë se jemi në terminologjinë dhunë, më saktë. Po. Dhe janë pikërisht pra këto element të cilat i bëjnë këta të rinj, këto adoleshent të janë shumë herë më të tërhequr, shumë herë më të mbyllur, shumë herë më të rënduar dhe të ngarkuar psikologjikisht, pasi në fund të ditës kuptohet si pjesë e kësaj dhune, privon nga liria dhe është një vepër goxha e rëndë. Sipas jush, çfarë duhet të bëjë një i ri i cili përjeton dhunë apo e sheh? Pra kujt i drejtohet? Kujt mund t'i drejtohet? Shiko, unë mendoj që nëse një i ri rritet shëndetshëm në ambiente të shëndetshme, ka plot institucione ku mund t'i drejtohet për të marrë zgjidhje dhe të mos jetë pjesë e vetëdrejtësisë, sepse ky është problemi më i madh. Pra të qenurit individi i cili do të vendosi vetëdrejtësinë. Në shkolla kemi mësues, punonjës shërbimit psikosocial, të cilët janë aty për ta dëgjuar dhe për t'i dhënë realisht ndihmë apo zgjidhje e problemit. Në familje, përtej ngarkesës që realisht mund të kenë prindrit, nëse fëmia do t'i ngrish shqetësimin, patjetër që janë aty për fëmin për të komunikuar, po qoftë edhe me familjar të një të mitur i adoleshent tjetër, po qoftë edhe me shkollat. Patjetër që
mund ta gjejnë ngrohtësinë ndoshta edhe tek një person, qoftë ky edhe më i rritur, apo dhe bashkëmoshatar, duke ja komunikuar nevojën, dhe nëse gjithmonë kemi të bëjmë pikërisht me këta individ që jetojnë në një ambient të shëndetshëm, patjetër që ka edhe individi se ku duhet ta transmetojnë në mënyrë që ti parapri problemit apo ngarkesës që mund të hasë bashkëmoshatari i tyre. Dhe në raport me gjithë këto, pra, nëse ne kemi të mundur komunikimin e hallkave, po pse jo, dhe në fund të ditës edhe një denoncim, duke pasur në krah familjen, mësuesin, edukatorin apo cili do që është personi përgjegjës për të miturin apo të riun, ne kemi institucione të cilët i japin zgjidhje efikase problemit dhe s'kemi pse përfshim të mitur që të bëjnë në vetëdrejtësi. Dhe këtu marr shumë shkase edhe nga dhuna në rrjetet sociale, cilat së fundmi është jetë e përhapur dhe është duke krijuar një impakt dhe një ndikim shumë të madh të drejtë për drejtë. Dhe ajo çka unë shikoj çdo ditë është pikërisht se pjesa më e madhe e rasteve vijnë nga një dhunë e ushtruar, sidomos ose më saktë e iniciuar nga rrjetet sociale. Në fakt, bashkëmoshatarët e mi, pra ne adoleshentët, nuk zgjedhim që t'i drejtojmë një institucioneve përkatëse, apo qoftë edhe familjes, apo pra nuk përpiqemi të gjejmë një zgjidhje edhe të drejtohemi tek familjarët apo te institucionet. Pse nga vjen kjo? Pse mendoni që ndodh kjo? Mendoj se është edhe vetë problemi i adoleshentit, duke menduar një adoleshent përgjithësisht së vërtetës në këtë moshë është në krizën e identitetit të tij, çka do të thotë, nuk është aq i rritur sa t'i bëj ball këtyre problemeve, por nuk e mendon veten të vogël për të kërkuar ndihmën e më të rritur dhe më të tjerëve. Dhe ndoshta kjo është arsyeja kryesore që adoleshenti mendon që të qenurit, pra individ cili duhet vendosi veten e tij pra në shoqëri apo në raport me të tjerët, influencon dhe ndikon për të vijuar atë çka është duke projektuar, me idenë që unë do ta zbatoj apo unë do të tregoj që jam dikushi. Dhe kjo patjetër që dëmton rënd. Është e vërtetë. Shoqëria në të cilën sot ne rrethohemi është shumë e vrullshme. Ne shikojmë që po qoftë prindërit, po qoftë pjesa tjetër e shoqërisë është e rrëmbyer nga aktivitetet e ditës, ndoshta shpeshherë nuk gjejnë kohë të merren me adoleshentët, dhe duke pasur edhe këtë distancimin e tyre, duke qenë të lidhur dhe të fokusuar non stop gjithkohës me komunikimet me bashkëmoshatarë, apo duke gjerë edhe modelin se si e ofron shoku apo se si do të jep të zgjidhje bashkëmoshatari, ndoshta patjetër që bën influencën e saj tek mënyra se si veprojnë. Po nga eksperienca juaj, pra nga puna që ju ushtroni, pse mendoni, pse të miturit bjen në konflikt me ligjin? Shiko, mendoj se janë disa faktorë, nuk është vetëm një faktor. Patjetër që rastet janë specifike, çdo rast nuk i ngjan rastit, por shikoj që janë disa element që kanë të përbashkëtën atë që pak më herët përsolla. Pra, dikë përfshihet nga dhuna non-stop në rrjetet sociale. Dikush tjetër vjen nga familje me probleme, vështirësi ekonomike, po qoftë edhe nga neglizhimi si pasojë e mungesës kohës në dispozicion. Dikush tjetër sepse është viktimë e shoqërisë, dikush tjetër se rrethanat të çojnë në situata ndoshta në kohën e gabuar, në vendin e gabuar. Pra janë një sër faktorësh që bëjnë të ndodhin situata të një natyre që e përfshin një adoleshent të jetë në konflikt me ligjin dhe të përfshihet pastaj me sanksione tjera që ligji përcakton pareqartë. Po. Më fal, mund ta jepit pak më shumë informacion se për institutin që ju drejtoni, çfarë ndodh me të miturit atje? Instituti i miturve, ju bëju një qartësim, një tablo pak a shumë për të kuptuar edhe pse jo për ta shpërndarë dhe me të rinj për të kuptuar më tepër. Instituti i miturve Kavaja, aktualisht që flasim, ka një numër prej 27 të miturisht të akomoduar në atë institucion, të cilët janë në konflikt me ligjin, përfitojnë nga gjitha programet terapeutike, psikologjike, emocionale, përfitojnë nga arsimimi, shkollimi, kurset profesionale, pra një mitur edhe pse është në konflikt me ligjin, frekuenton shkollën e mesme,
arsimin 9-vjeçar, sikurse çdo bashkëmoshatar në Republikën e Shqipërisë, duke u pajisur me dëftesat përkatëse, përfiton nga kurset profesionale në mënyrë që duke përfituar nga gjitha këto programe pune të ketë mundësi në një të dalë sa më të shpejt nga institucioni, të mund të përfshihet në procesin e reintegrimit dhe rehabilitimit në shoqëri, duke përfituar nëpërmjet programeve të punësimit, duke pasur të drejtën për të vazhduar një studim edhe më të lartë për te i gjimnazit. Pra, duke marrë të gjithë këto programe, aty kalon një pjesë të ditës apo një pjesë, një copës të jetës për sa muaj apo vite mund të jetë i privuar nga liria deri në përfundim të procesit gjyqësor apo dhe të dënimit, në mënyrë që kur t'i kthehet shoqërisë si kthehet sa më rehabilituar. Pra, bëhen një sër terapisht dhe programe specifike të cilët ndikojnë drejt për drejt individualisht sipas tipologjisë së rastit, sipas nevojës, sipas ngarkesës. Rreth çfarë moshe janë këta të mitur? Atëherë, të miturit që paraqiten në institucion duhet të kenë mbushur mbi 14 vjeç dhe qëndrojnë atë institucion deri në moshën 21 vjeç. Kështu që relativisht grup mosha më e madhe është midis 16-17 vjeçësh, pasi kjo është edhe ajo që folëm pak më herët, problemet e adoleshencës, përplasjet në shkolla, debatet, konfliktet, dhuna dhe gjithçka që gjeneron dhunën më tej. Pse shumë adoleshente shohin dhunën si zgjidhje, pra çfarë indikon saktësisht tek ata? Unë mendoj që nga vjen kjo sjellje? Janë situata specifike të cilët shojnë individ specifik në një moment të pa përballueshëm, të pa mirë studiuar, të pa konsumuar me ato aktorë që folën pak më parë. Pra, vetë drejtësia është ajo që unë mendoj se po i dëmton rënd të miturit sot dhe adoleshentët. Se unë drejtohem gjithmonë me terminologjinë të mitur, duke qenë se në raport me ligjin janë të mitur. E kuptoj. Çfarë mesazhi do t'i drejtonit adoleshentëve para grupmoshës tonë për ta parandaluar dhunën? Në fakt, më bëri një pyetje shumë të bukur që unë shpesh herë pëlqej ta ndaj, po qoftë me miq dhe aq më tepër sot pran jush. Këshilloj cilin do prej tyre, dje apo vajza qofshin, t'jenë shumë herë më të matur, t'jenë shumë herë më të kujdesshëm, ta referojnë në rastin, të mos pushojnë së referuari, së komunikuari, po qoftë kjo me familjen, po qoftë kjo me një mësues, po qoftë me një psikolog në shkollë, po qoftë kjo me bashkëmoshatar, aty ku ndjen ngrohtësi dhe afrimitet. Pasi vetëm duke ndarë problemin me njerëz të përgjegjshëm dhe të përshtatshëm, të cilët do t'i japin zgjedhje dhe do t'i japin një orientim se si mund të bëhet ky rast, se si mund trajtohet, do të shmangin shumë vështirësi në të ardhmen që përsëris vërtetës nuk janë të këndshme, aq më tepër kur bëhet fjalë me privimin e lirisë, aq më tepër kur dëmtojmë një palë, por kur nga ana tjetër patjetër që ngarkohen vetë emocionalisht, psikologjikisht, shpirtërisht, në të gjitha aspektet dhe pa llogaritur më tej dhe ngarkesat që i sillen familjes, pra familjes dhe shoqërisë bashkë, sepse nga njëra anë kemi këta adoleshent që bëjnë këtë veprim dhe përballen me këto situata, po të mos harrojmë në asnjë moment se kemi edhe një pjesë tjetër të adoleshentëve, të cilat janë pjesë e dhunës dhe janë dëmtuar rënd. Apo familjarë. Në fakt është vërtet. Kështu që duhet jemi shumë të matur dhe të kujdesshëm kur flasim për situata të cilat ngarkojnë, po ngarkojnë shumë palë. Okej. Atëherë Marinela, unë të falenderoj shumë. Shumë faleminderit për gjitha këshillat që ju ndat me ne. Faleminderit juve, uroj të kem qenë sa do pak dobishme për çka kërkuat. Unë mendoj që ishte shumë me gjitha këshillat që ju përcollët. Faleminderit dhe ishte kënaqësi edhe nga. Shumë faleminderit. Atëherë tani kam kënaqësinë të bashkëbisedoj me Gelën. Gela, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Dhe me Lusin. Lusi, gjithashtu mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Tani pyetja që kam unë për ju goca është pse dhuna në shoqërinë tonë sa vjen edhe po normalizohet. Si mendon ti Gela?
Atëherë, si fillim unë mendoj që ne po ekspozohemi shumë nga rrjetet sociale dhe duke parë raste të ndryshme dhune, kjo e nxit më shumë shoqërinë tonë që të reflektojë atë rast dhe nëse kjo nuk normalizohet, më saktë nuk tolerohet, atëherë shoqëria do e mendoj sikur kjo është e drejta. Edhe okay. Po. Po ti Lucy si mendon? Të njëjtin mendim kam pak a shumë, pra dhuna vërtet ditët e sotme po bëhet si diçka normale, si me shaka, por edhe për të treguar forcën. Po. Pra në një shoqëri ku flasim sot, më i fortë është ai që dhunon më shumë. Si mendoni, cili është ndikimi në formimin, cili është ndikimi i familjes në formimin e të rinjve? Atëherë familja është baza e gjithsecilit prej nesh. Pra nëse një fëmijë rritet në një familje ku ka ftohtësi, ka dhunë dhe konflikte të shpeshta, ai në atë mënyrë do mësohet dhe atë mesazh do përcjelli dhe në jashtë në shoqërinë e tij. Fakti është vërtet, nëse ne në një familje rritemi me dhunë dhe konflikte, vetvetiu e normalizojmë si gjë, edhe na duket okay dhe për ta shfaqur në shoqëri. Ti Gila si mendon? Atëherë mendimi im është pak a shumë i njëjtë, duke qenë se fëmija reflekton atë çfarë mëson në familje dhe nëse në familje mungon komunikimi me njëri tjetrin ose ka konflikte të vazhdueshme, atëherë është dhe një shprehje që thotë që fëmija është pasqyra e prindit dhe atë sjellje që do mësoj në familje atë do reflektojë dhe në të ardhmen. Mendoni që rrjetet sociale dhe grupi shoqëror presioni i tyre ndikon për shfaqjen e dhunës? Është faktori, mos them kryesori është familja, siç e tham, po është një nga faktorët shumë të rëndësishëm patjetër, sepse kur flasim për shembull në rastet ku shohim dhunën që nxirren nga rrjetet sociale, që thon për shembull nxjerrin lajmet ose diçka e tillë, e shohin si një plus për ta bërë, për të dukur. Mendoj, është gjëja kryesore, pjesa e rrjeteve sociale. Pastaj është dhe pjesa e debateve dhe konflikteve që mund krijohen në rrjetet sociale, jo për shembull pse hodhe ti këtë foto timen ose gjëra të tilla, domethënë, por rrjetet sociale është shumë. Mendojnë që në rrjetet sociale është aty ku nis gjithçka, pra dhuna ose pakanësit e para? Po, në rastet caktuara të dhunës është gjëja kryesore aty ku nis. Pra sepse kemi dhunë fizike, po kemi edhe dhunë verbale që flasim në rastin e rrjeteve sociale. Edhe mendoj që dhuna verbale është më e rëndë se sa, pra të le më shumë pasojë se sa dhuna fizike. Në fakt të dyja janë të pajustifikueshme dhe të papranueshme, por mendoj që dhuna verbale ka shumë pasojë të rënda. Është vërtet. Ti Gila si mendon? Unë mendoj që dhuna, sidomos kibernetike, e rrjeteve sociale është shtuar shumë kohë të fundit, duke qenë se në momentin që ne përdorim rrjetet sociale, sepse rinia e sotit i përdor më së shumti rrjetet sociale, padyshim që do përballen me mospëlqime, me komente negative, me ndryshe meme të arshquajtura dhe do kaloj në një qoftë dhunë, qoftë në konflikte. E kuptoj. Si mendoni, në shkolla flitet sa duhet për çështjet e dhunës apo akoma mbetet një temë që anashkalohet dhe nuk preket shumë? Atëherë në shkollë besoj se nuk është, domethënë, e folura për dhunën nuk është aty ku duhet të jetë. Pra, në shumë raste përmenden lloje dhunash, që në rastin konkret flasim për bullizmin, që është një lloj dhune verbale, flitet, por për dhunën në përgjithësi jo aty ku duhet, mendoj. Mendojnë që nuk është një punë e mjaftueshme që bëhet. Ka dhe shumë më mirë. Ka dhe më mirë, patjetër. Gjithmonë ka më mirë, po sigurisht. Edhe unë mendoj që nuk jemi aty ku duhet. Ti Gile, si mendon? Mendoj që shkolla nuk kushton shumë rëndësi këtyre dhunave deri në momentin që ndodh një dhunë në shkollë. Domethënë në momentin që ndodh përflitet më shumë, domethënë marrin më masa, por që mendoj që duhet të flitet dhe para se të ndodhë, jo vetëm në rastin që ndodh dhuna. Si ndikon dhuna psikologjike dhe bullizmi tek shëndeti mendor dhe emocional tek adoleshentët? Shiko, dhuna është diçka që nuk të lën vetëm shenja të jashtme, por gjithashtu të lën të goxha plagë, sepse ti mund të ndihesh i izoluar, mund të kesh frikën dhe ankthën që të përballesh përsëri me të njëjtin person. Dhe mendoj që ndikon shumë në psikologjinë e çdo personi që ndeshet me të. Cilat janë disa nga pasojat? Mund të flasë nga eksperienca juaj, domethënë që mund të kesh patur dikë të njohur që është rastisur dhe është përballur me raste të tilla.
Mendoj që e para është ulja e vetbesimit tek personi, pastaj edhe këto që përmenda pjesën e frikës, pjesën e ndjenjës, po pjesën e ndjenjës që a duhet ta flasim me dikë apo jo, sepse domosdoshmërisht është dikush, jo çdo kush mund ta ndihmojë. Ti Lucy? Pavarësisht i njëjti mendim është, po do shtoj edhe diçka tjetër për pjesën e pasojave, sepse një pasojë tjetër që mund të ngeli një personi nga dhuna mund të jetë frika që mund të ketë përballet me situata të ngjashme. Pra, mund të ngeli si thuar si traumë, që të bëj një koment ose të thot mendimin e tij të lirë, duke bazuar në historinë që mund t'i ketë mballur më përpara. Nga eksperjenca e tij personale. Po. Ne shohim që viktima të dhunës zgjidhin shpeshherë të heshtin. Pse? Nga se vjen kjo? Si mendoni? Si fillim, mendoj që është frika që ato mbajnë brenda vetes, sepse mendojnë që nësa do të flasin, do i ndodhi përsëri e njëjta gjë. Dhe dyta është dhe ajo që prejka pak më parë, që është ajo ndjesia që nuk mund flasësh me çdo kënd, sepse ndjen sikur nuk mund të kesh siguri. Dhe më mirë zgjidhin që ta mbajnë brenda vetes dhe domosdoshmërisht nëse do e mbash brenda vetes do përballesh përsëri, prandaj që mendoj që më mirë është të flasësh. Edhe unë fakt është shumë e ka dhe diçka, sepse ndoshta është kjo pjesa që thamë për frikën, që nuk mund të flasësh, ama ai personi që nuk flet, arsyet i ka, pra mund të ketë frikën që të paragjykohet. Mund të ketë frikën që dikush tjetër ka mendim ndryshe dhe është mos e normale të kesh mendim ndryshe nga dikush tjetër, ama është ajo pjesa e eksperiencës së mëparshme që nëse ai e shpreh mendimin e tij të lirë, mund të përsëritet e njëjta gjë prapë. Mund të përsëritet e njëjta gjë prapë. Në fakt unë mendoj që lidhet edhe pak me formimin edhe mentalitetin që ka secili prej nesh. Është, e vërtet. Sepse ka raste që, është e vërtet, në fakt heshtja vjen nga frika që personat mund të kenë. Sigurisht, sepse thamë, është pjesa e eksperiencës, sepse dikush mund të ketë një eksperiencë me pjesën e frikës që ka shprehur mendimin e tij të lirë, ose mund të ketë thënë diçka që atij është dukur normale dhe pjesë shoqërisë, ta them, nuk është dukur normale dhe janë kthyer, e them në thonjza. Në fakt kemi të ato rastet që për shembull kemi dëgjuar shpeshherë edhe nga grupmosha jon, po edhe nga gra, se të them të drejtën, gratë janë pak më në këtë pjesë, më të prekura nga kjo pjesë, se patjetër gjinia maskullore ka këtë që tregoj pak forcën, se në fakt vetë nga natyra vetëm atë ka pak më të mirë se ne, por gjithsesi kemi dhe raste të cilat, siç po thoja, që i tërheqin denoncimet që ato mund të bëjnë. Është frika. Sepse po mendoj që vjen nga mentaliteti që edhe nga formimi që ai është rritur. Sepse për shembull familja nuk mund të jetë dakord, pra nuk mund të tregohet mbështetëse. Edhe për grupmoshën tonë, por edhe për vajza ose gra më të rritura. Sepse jo shpeshherë familja tregohet mbështetëse dhe mendoj që është baza e ka të bëjë dhe pjesa e mentalitetit. Është mentaliteti ndryshe që mund të jetë mes prindit dhe fëmijës. Pra, nëse flasim për kohët e sotme, me që prekëm pjesën e mentalitetit, një prind që mund të ketë mentalitet më parshëm, jo gjithmonë është dakord me fëmijën me kohët që kanë ardhur sot. Pra, ne si fëmijë përpiqemi të ndjekim kohën. Pra, të përshtatemi me kohën dhe me shoqërinë që kemi. Dhe jo gjithmonë do bien dakord me familjen për tema të caktuara. Dhe prandaj ndodh pjesa e formimit që po thonim. Po. Edhe heshtja vjen edhe nga një arsye tjetër, mendoj, nga mos funksionimi i mirë i ligjeve apo institucioneve përkatëse, që janë përkatëse pra për këto raste. Vjen edhe nga kjo, mendoj. Është e vërtetë. Se duke qenë se ato nuk shohin një zgjidhje, pra nuk i jepet një zgjidhje, ato zgjidhin të heshtin, i duket një zgjidhje më e mirë. Sepse mendojnë që nuk dhe vjen për shembull nga që mund të kenë parë dhe raste të tjera, personat që janë të dhunuar, mund të kenë parë dikë tjetër që është i dhunuar dhe ka parë që nuk ka pasur zgjidhje për atë gjë dhe ka thënë më mirë po hesht sepse nuk e vlen. Unë mendoj që qëndron më shumë paragjykime. Sidomos te gratë, pavarësisht se gratë ditët e sotme thonë që kanë të drejta më ndryshe, domethënë nuk trajtohen si më parë, por që prapë në kohët e sotme te gratë qëndron akoma paragjykime. Dhe qëndron ajo pjesa që shiko se ti nuk duhet flasësh, ti kështu ke zgjedhur. Edhe këto vijnë realisht vijnë nga familja. Sigurisht. Këto vijnë nga familja, nëse ti nuk ke një familje mbështetëse, sepse mendoj që për fatin tonë të mirë nuk jemi gjendur, por mendoj që nëse ti të gjendesh, ke një rëndesë psikologjike për të cilën mund ta zgjidhë vetëm një mbështetje shumë më mirë. Një mbështetje nga familja, nga shoqëria, një shoqëri e mirë, një familje e mirë,
që të ndihmoj ty për të reaguar dhe për ta zgjidhur këtë si problem, pra të largohesh nga ajo dhunë që ty mund të bëhet në familje ose në shoqëri ose kudo tjetër. Është pak paragjykimi që kanë. Mos e thuaj hëse një shpullë është, po që harrojnë faktin që hëse e femër, me që po ishte pjesa e paragjykimit, sepse tham nga familja është kjo, mund të ketë raste ku në një familje flasim për 3 persona, për shembull mami, babi dhe fëmia. Fëmia mund të shohë rastin që i ati keq trajton ti ëmën. Dhe ato e pasqyron nëse flasim që fëmia është mashkull, atë gjë do pasqyrojë dhe në të ardhmen kur në shoqëri ose kur të krijoj familjen e tij. Po t'jetë gocë, do normalizoj dhe do thotë që është normale, dhe po t'i ndodhi vetë, do thotë që është normale dhe është okay. Prandaj familja është. Po, formin bazë aty e merr. Patjetër që ka raste që jo nga një familje dhunues që mund dali detyrimisht edhe një fëmijë dhunues. Por që rastet e shumta këto janë që del edhe ndikohet. Në fakt është edhe pak tek se shpesh herë nuk kanë dhe çfarë të bëjnë. Pra mendojnë gratë në këtë pikë që nuk kanë çfarë të bëjnë dhe nuk kanë ku ikin tjetër, sepse nuk janë të pavarura, vjen nga mospavarësia e tyre që mund të kenë nga ana ekonomike, nuk kanë ku shkojnë. Mua kjo nuk duket zgjidhje prap, por që po them ato faktorët që indikojnë. Është e vërtet kjo pjesa, po zgjidhje ka, po nuk jo, zgjidhje ka, thjesht mendoj që për çdo gjë ne mund t'i gjejmë zgjidhjen, mjafton që ne të kemi ato dëshirën dhe vullnetin për t'u shmangur asaj situate dhe për të dalë nga ajo situata. Gjithsesi, çfarë mendoni se mund të bëjnë në shkollat apo institucionet pak më mirë dhe ta parandelojnë dhunën? Mendoj se duhet t'i kushtojnë më rëndësi këtyre pjesëve, të bëjnë vazhdimisht aktivitete të ndryshme ose oficerët e sigurisë ose psikologët në momentin që shikojnë dikë të dyshimt, duhet të flasin më shumë me të dhe që ta shikojnë pak a shumë ndoshta dhe mund t'i ndihmojnë që mos ta ndalojnë të bëhet një veprim. Fakt është e vërtet. Lusi, prit pak. Pare se ta thuash mendimin tënd, ne po pim pak kristelita, sepse po më pihet shumë, nuk e di për ju goca, mund të merrni këtu. Edhe ne. Edhe juve. Lusi, je gati të na e thuash mendimin tënd? Gati. Tani pive dhe ujë, u knaqe, tani më thuaj. Atëherë është Gela tha për pjesën e aktiviteteve. Të them vërtetën, aktivitetet mund të jenë për goxha dhe pjesa e bisedës me nxënësit, me klasat është bërë, por jo aty ku duhet. Është bërë, po jo aty ku duhet. Po, është bërë një herë në vit parë, një herë në vit, ku të shkruanim si e përkufizojmë ndjenjën edhe bullizmin. Jam shumë dakord. Come on, Luzi. Jam shumë dakord për këtë pjesën, po them që aktivitetet për këtë pjesë nuk kanë asnjë fitim, se thuash, pra bjellafi, u bë një aktivitet për të folur për dhunën. Blidhen shumë nxënës që ndërto shumë mund të jenë dhunues ose të dhunuar. Dhe jam shumë e sigurt që nga ai aktivitet që mund të bëhet, nuk do ketë asnjë përfitim. Pra, as i dhunuari nuk do flasi, përderisa mund të ketë heshtur për një kohë gjatë, nuk do flasi nga ai aktivitet, dhe as dhunuesi nuk do ndalojë së dhunuari nga ai aktivitet. Jo, unë mendoj që nëpër aktivitete ky është problemi se merren po të njëjtin nxënës. Pra po të njëjtin nxënës që kanë atë formimin dhe dinë se si funksionojnë aktivitetet ose tema e caktuar që do të flitet në aktivitet, po prap ata merren. Pra duhet të ketë diversitet. Më mundi që ka diversitet dhe të bën ato aktivitetet tamam. Pra të realizohen në atë mënyrë që duhet realizohen. Mendoj që është një zgjidhje efikase aktiviteti. Po përveç kësaj, duhet i shtohen si pjesë, duhet i si plus, duhet i shtohen edhe takimet tek për tek me psikologen. Ajo është diçka, pra sepse në një klasë ku ka 30 nxënës, nga ato 30 nxënës, mbi 10 mund të jenë të dhunuar, por mbi 10 mund të jenë edhe dhunues. Po. Pra, dhe ne, për shembull, kur futemi në një klasë, shumë rrallë dhe shohim se kush është i dhunuar dhe kush është dhunuesi, sepse jo shpesh e tregojnë se flasin për dhunuesit. Patjetër po bëhet fjalë që psikologët duhet të jenë mirë të trajnuara, duhet të dinë të dallojnë nxënës të cilët mund të shfaqin shenja të agresivitetit, ose mund të shfaqin shenja për shembull nuk janë të lirë të flasin, mund të jenë keq, si sa edhe pak Gela pak më parë, mund të jenë pak të izoluar.
kupton, mund të rrim pak më vetë, janë shenja për të cilët duhet të përgjigjen psikologët, për dhe duhet t'i dallojnë psikologët. Kupton, është problem tjetër nëse nuk din. Nëse nuk din, pastaj kalojmë tema tjera. Duhet të din dhe për atë punë janë në fundit. Mendoj që shkolla ka rol kryesor. Ka një rol. Sepse ne nxënësit kalojmë aty gjysmën e ditës dhe ne po shohim raste të dhunës që sa vinë edhe përkeqësohen, qoftë në 9-vjeçare apo qoftë edhe në gjimnaz, që nuk më duket. Në gjimnaz dhuna është më normalizuar, thua. Më normalizuar, sepse është periudha e moshës që në 9-vjeçare je, si thua, nga mosha 6 deri në 15 vjeç maksimumi, ndërsa në gjimnaz është ajo periudha e adoleshencës tamam. Pra aty ku dhuna kryesore është ajo që the e normalizuar, sepse e tregon që ajo që thash, dhuna të bën më të fortë, mendojnë. Po. Dhe prandaj është. Si mendoni për grupmoshën tonë që shfaq shenja dhune, pra që mund të jenë e bëjmë për të dukur pak më superior se të tjerët, apo si mendoni? Normal që po, sepse në ditët e sotme mendimi të gjithëve është që ai që bëhet superior se bëhet si lider është më i fortë dhe duhet të bindën gjithë. Po. Por në të vërtetë është thjesht një paraqitje e jashtme që ka si person, por në të vërtetë nuk është asgjë më shumë, që duhet të kemi frikë se duhet përulemi përpara tyre. Atëherë jam dakord me mendimin e Gelës për këtë pjesë, pra dhunuesi do të duket më i forti se të tjerët që ishte kjo pjesa e liderit, pra ai që hiqet si lider e ka thjesht për pamjen e jashtme, po. Ama ka dhe diçka që ndoshta duhet prekur pak, pjesa e dhunuesit. Askush nuk është dhunues, pra mendimi im, sepse gjithë secili mund të ketë problemet e veta, mund të ketë, domethënë, është kjo pjesa e eksperiencës së tij që ka pasur. Një dhunuar, nesër pastaj mund të bëhet dhe dhunues. Mund ta bëj këtë gjë, domethënë, për pjesën që do të thuash që mendoj që do ishte më saktë, nëse do thonim se është e vërtetë në fakt që nuk lindin dhunuesit, nuk lindin të tillë, bëhen. Por bëhen të tillë. Kjo është saktë, po. Ato do të thënë. Okej. Faleminderit. Atëherë, cili është mesazhi që do t'ju përcjellni adoleshentëve për ta thyer këtë ciklin e dhunës? Atëherë, dhuna, domethënë të jesh dhunues nuk të bëhet më të fortë, ndërsa për të dhunuarin të kërkosh ndihmë dhe të flasësh është guxim, nuk është frikë. Nuk është edhe turp, patjetër. Unë mendoj që dhuna nuk sjell asgjë, madje mendoj që duhet i falim sa më shumë dashuri njëri tjetrit, sepse jemi në moshë më të bukur dhe mendoj që duhet gjejmë një mënyrë të përbashkët që të bëjmë dakord. Edhe unë fakt shumë mendoj që dhuna nuk zgjidh asgjë, përveç se përkeqëson situata dhe në fakt duhet përpiqemi që t'i zgjidhim gjërat me komunikim, sepse komunikimi është çelësi, e kam thënë dhe po e rikthem që është çelësi i çdo marrëdhënie. Kështu që më mirë ulini gjakrat, bisedoni me njëri tjetrin, edhe do gjeni një ulini e got. Po, edhe jam me sigurt që do gjeni një zgjidhje. Atëherë goca, unë ju falenderoj pa mas për gjitha këshillat edhe mendimet që ju thatë sot me mua. Shumë faleminderit që erdhët. Faleminderit që na ftove. Unë jam një adoleshente, jo një shifër në statistika, jo një titull i ftohtë lajmi, jo një video që shakullon nëpër telefona, e që gjykohet vetëm një fjali, e meritoj. Çdo ditë një adoleshent, një fëmijë, një i ri, përballet me ligjin, herë i shoqëruar, herë i arrestuar nga vjedhja deri te vrasja. Dy skaje të errta, por askush nuk ndalet të shohë çfarë ka në mes. Në mes jemi ne, të pasigurt, të lodhur para kohe, të mbushur me pyetje që s'kan marrë kur përgjigje. Na pyesni pse dhuna po rritet, por a keni pyetur ndonjëherë pse zemrat tona janë të mbushura me mllef? Ne rritemi mes mungesave, mes zërave që bërtasin, mes fjalëve që lëndojnë dhe mes heshtjeve që vrastin. Na rrit rruga më shumë se shtëpia, na formon ekrani më shumë se shkolla. Na mëson forca sepse fjala u tha shumë vonë. Kur godasim nuk jemi të fortë, jemi fëmijë që nuk dim të shajmë ndryshe. Kur dhuna del nga duart tona, është sepse askush nuk e dëgjoi kur dhimbja ishte brenda. Na quani të rrezikshëm por harroni. Një adoleshent që dhunon është pothuajse gjithmonë një fëmijë i lënë pas dore. Ne nuk lindëm kështu, ju na rritët kështu. Dhe kur njëri prej nesh bie,
ju thoni një më pak. Por pas ti është gjithmonë një tjetër, derisa të kuptoni se problemi nuk janë fëmijët, por mungesa e dorës që u mbajti, mungesa e fjalës që ju kuptoi, mungesa e kohës që u dha. Unë jam adoleshente dhe po flas tani, para se heshtja të më kthej edhe mua në një lajm.